Mi mbrëma nga unë dhe Marildo, 8-5. Mi mbrëma, më në fund ball për ball. Okej, atëherë është një javë e mbushur me ngjarje, kemi në domethënë lajmin më të freskët është ai I Fatos Nanos, I cili ndroi jetë dhe them që diskutojmë pak me Marildon në këtë pikë. Natyrisht ka pasur ngjarje të tjera, ngjarje të njëra tjetrën, PD-ja ka bërë propozime për ndryshimin e parlamentit, futjen e senatit, ndryshimin e kodit zgjedhor. Kemi pasur rrahje me thik, 3 vetë brenda një dite, janë mbështetur njëri tjetrit me thik, dhe natyrisht sot jemi në festën e Halloweenit, të gjitha këto do të diskutojmë me Marildon, por do të asë me Nanon, I cili është lajmi ditës pavarësisht nga titulli që kemi në cover, është lajmi ditës. Marildon, Fatos Nanoja, për ty në një qytetar I Tiranës, njëri që së do e komunizmin e tjera, qa ishte në 91-shin kur mori frenat e PS-s? Pastaj, çfarë ishte 92-shin, 93-shin, në 97-ën? Për ty si qytetar, si shqiptar I larguar nga Shqipëria si e shikoja, dhe pastaj si e mendon një lloj trashëgimie historike, edhe gjatë kësaj kohe bëjmë atë debat bashkë me Beqameti. Po është 91-shin jam kurioz, si e shikoja? Nano në 91-shin. Problemi ishte për shkak Dua t'ju kujtoj që jemi live dhe mund të bëni edhe komente edhe t'ju përgjigjemi. Le të themi që në vitin 90, kuptohemi, ishte ajo periudha që unë kam votuar për PD-n. Kuptohemi, Nano ishte e ktheu nga Partia e Punës në PS. Po. E mojnë si dush njerëzit. Do më ishte diçka që për mua ishte po njëta gjë. Për mua ishte po njëta gjë, por flasë gjithmonë për vitet 90. Kështu që si të shmera I vrulli I gjithë. Do më thënë nga një komunist I vjetër, një komunist pak më I ri. Natyrisht ishte një lloj gëzimi, ishte një lloj kënaqësie, sepse të kuptohemi, ndryshe nga tjerët unë shifja atë të djatën ose atë shifja ndryshim, jo rrëzim, dhe unë gjithmonë I mbahem kësaj. Për mua gjithmonë ishte ndryshim. Pra, nëse sot kemi kooperativ, nëse do këtë kooperativ apo këtë fermë, do ta kemi private. Nëse kemi një fabrik, e di që kjo fabrik duhet bëhet moderne, dhe që të bëhet moderne duhet jetë private. Pra isha shumë I qartë, isha më I qartë se këta që thonë do ktheshim kushtetutën mrapsh. Isha shumë I qartë. Do më thonë ti nuk do prodhonim traktorin me zinxhir, po do prodhonim ato Lamborghini. Më dum paktën, am do të prodhojmë, pse as dum as kishim. Po thash dum do I prodhojmë në të paktën. Ose ti lym. Të bëjmë gjë, ato sedilet e dum, se s'kishin as sedilet shkretët. I bëshin vetë. Ka pasur I sedile hekurit të tmerr. Po, për plastik kështu, se I kisha qef si kështu. Shumë zhurmë bëshin dhe ata. Po vazhdojnë kinezët I majnë. Akoma dum. Kemi dum-dumat prap. Bravo. Pra, isha, sinqerisht kam qenë I qartë, më vjen mirë për këtë. Pra, ideja ime ishte e thjeshtë. Nuk funksionon kështu. Duhet ndryshuar. Po ideja ime, kuptohemi nga ideja e këtyre që mua me këtë punë ishte më ndryshe. Hajtë arëzojmë. Dhe duke pa Nanon, thash, më në fund e ke parasysh një zë I ri, zë I bukur, qytetar, çun Tirana u dukte. Ashtu mbetën, në fakt, shumë Tiranë, mbetën, patjetër. Edhe po pas 91-shit, pra gjithmonë flasim pas Shkodrës, sepse në momentin që ndodhi ajo që ndodhi në Shkodër, 2 prill. Vrasjet e 4 prillit, 2 prillit, I shtyva 2 dita. Aty unë isha 99.9% I sigur që kjo kështë ndodhë nga brenda PD-s, nga brenda protestës. Do më isha më se I sigur për këtë. Dhe gjyqi ndaj tyre, do më thënë I dha atë vullën kur I thonë muhabeti që kjo nuk ka shumë. Pastaj tregoj sekret që unë
se babin e kam shumë patriot. Edhe babai ka qenë një antikomunist E që? i jashtëzakonshëm. Pa i ma ka Po. pars, si quhet. Edhe unë kam pas dajën, edhe se në përgjithësi sportistët ishin më mundje hapur. Unë kisha Ishte trajneri femrave të luftarit në volleyball. problemi Daja. ishte që në familjen time edhe mace po të kishim antikomuniste dilte. E di, si do ke qenë një fëmijë i përsëlluar, se do Jo, po kanë qenë edhe shoqëria, edhe vetë shoqëria që vinë se vishin artistë, për shkak që tash i kuptoj të tërë. Prandaj s'kam urrëtie për asnjë, jam kuptoj për asnjë lloj ideje nuk kam urrëtie. Vije gjyn nov panjoni, do ta përqafoj tjetrën, them ky ka hall. Nuk kam urrëtie sepse kam qenë vetë në ato pozita, kam ditë se ç'është një artist, e tjerë, kështu që i kuptoj gjithë kur bëjnë poezi rreth kohës. Dhe ndoshta më dha një shtys ajo që zgjodha t'i futem rrugës së tregtisë, në mund ta quaj kështu. Më kuptoj, domethënë në një farmase unë zbatova atë çfarë unë kisha ide. Pra, nuk më pëlqe të kem brigadier dhe jem brigadier vetë. Se më hec më mirë. Po jo të shkatroj vendi ku punova. Kjo nuk më shkote në mend. Ata privatizoj nëse ka mundësi, po edhe të rregullojmë këto gjëra. Ta bëj lavaz. Bravo. Po jo lavaz. Kështu që u zgjatëm shumë rreth kësaj, po që t'i jepshim një kontekstin historik. Një kontekst historik. Dhe pastaj nëse do ta marrim nanon se çfarë ishte përfundimi, Që burgollshin e ti, këtu isha ti? Kur burgoll? po. Nëse do ta marrim nanon se çfarë ishte përfundimi, sepse kam shumë fjalë të mira për të thënë, është që nuk rryti dot asgjë, as shkollën, as fabrikën, as industrinë, asgjë. As artin, asgjë. Ai kisha probleme Nëse do ta marrim kontekstin e kohës se çfarë ai kishte përpara, unë nuk arrit ta kuptoj se çfarë ka qenë nano. E vetmja gjë që unë domethënë shikoja nanon, e shikoja atëherë dhe sot një njeri që nuk e urrejtë Shqipërinë. Pra, nëse kemi Saliun që e them me bindje që e urrejtë Shqipërinë, e urrejtë. Dhe ai se ka kuptuar sa shumë e ka urry. Jo se ka kuptuar akoma. Nano nuk e urrejtë Shqipërinë. Por ishte, duke e marrë tani me gjithë studimet që jam, ishte një dorë që na duhet shti, sepse e dim që asgjë rreth trupit tat, trunit tat, nuk ka të bëjë as me komunizmin, as me ndonjë gjë që mund ta sjellësh në revolucion ose në gjë. Dhe gjëja që unë do ta lavdëroja nanon jashtë mase ishte që ndoshta ishte edhe koha, ishte që grupimi parlamentar ishte elita e Shqipërisë, kishte kënaqësinë ti dëgjoje. Dhe atëherë parlamenti ndoshta ishte hera e fundit që unë pata guximin ta dëgjoja, ose si mund të them, vërtet mësoje diçka nga ai parlament. Se për shembull tani parlamenti është për të mbyllur, pra gjë e parë që duhet bësh për të mbyllur parlamentin. Jo, sinqerisht duhet mbyll. Është shumë çipës. Nice. Mos dalim nga tema, se do t'i kapim dot gjithë temat pastaj, që mos dalim nga tema, nanon e vetmja tradhtinda e dheut për mendimin tim që ka bërë nano, se gjithë kanë nga një, është që lejoj Saliun të vinte prapë pushtet pas asaj masakre që bëri në 97-98, ai nuk mund të vite më në pushtet. Dhe nëse nano do ishte tregu larg pamës, ose vërteta do të Shqipërinë, do kuptote që nëse Sali Berisha nuk do vite në pushtet në 99,
PD do ishte reformuar. Pra Shqipëria. Jo vetëm reformuar, po ndoshta do ndiqte ciklin që ndoqën gjithë partitë e djatha që përmbysën komunizmin në vendet e Europës lindore. Që në vitin 2000 që të gjitha ishin ose shkrirë, coptuar. Por mos harrojmë që në atë kohë akoma politika nuk ishte bërë kaq bastarde sa që është bërë sot, se sot për shembull sot është tepër e vështirë sepse edhe lavazhi i trurit ka arrit, domethënë ke edhe sa i bi 20 vjet tjera, Po, 20 vjet tjera. 20 vjet tjera, kështu që lavazhi i trurit domethënë tani edhe idenë kur e lëshon në tek njerëzit i dalin kundër. Domethënë edhe ti thosh do të rrish rrogun, pse do rrish rrogun ti mua? Nuk e di jam këto, është bë keq puna. Sepse ka arrit aty ku s'ba më, domethënë dhe fjala nuk zë më vend, nuk arrit kuptohet më. Kurse atëhere ishim akoma të freskët, pra kishte akoma intelektual, kishte njerëz që do merrnin djathtën, thoshte, "O kjo është e djathta vëlla." Nuk mund të vazhdojmë më me prishje, me shkatrime, me gjëra. Nuk mund të vazhdojmë më me zhurmë njëri tjetrën. Dhe siç e kuptoj më vonë, tani për shumë që janë fut thellë çfarë ka ndodhur në Shqipëri, është që vërtet Saliu ishte marrë nga, domethënë, është sjell nga të huajt, nga agjencitë e huaja. Dhe Nano nuk e di se ndoshta dhe ati ka ardhur në një mesazh që ose do lesh Saliun ose do të krefim. Ajo që çdo burr në Shqipëri duhet ta respektojë dhe ta dojë Nanon, i çfarë do lloj krau që t'jetë, jo gratë, po flas për burrat tani, është që gjatë kohës që ky ishte me gruan, nuk e di atë parë në dytën, ishte në semafor dhe i vjen një lypës, më kupton, dhe i kërkoca para. Edhe i thot Nano, po pse kështu, i thot, piti, i thot? Jo, i thot, s'pi. Po mos, me femna i e marra, me ne jo, as me femna, as me jo. Po bigjoz a lu? Jo, mo që ne bigjoz? Shefu gruj, dhe po më kush lu bigjoz e kush pije, kush dhe shush si përfundo. Kjo është ajo që... Kjo është që ne duhet ta vlerësojmë Nanën, kjo është... Por ishte njerëzor, ku e sot duash. Po ishte njerëzor, po nuk ishte revolucionar. Kjo është e bukur. Pra ishte njerëzor, po nuk e kishte. Nëse kërcënimi, domethënë, ajo që mund ta kenë kërcënuar ata për Saliun ka qenë kërcënim me jetë. Sepse kërcënim për dhënë dorëheqje Nana. Jo, patjetër. Të fusin dhe në burg tani. Po ta shikon. Po edhe në burg e provoja. I kam frikë se kërcënimi ka qenë që do të marrim jetën, do të shkatrojnë familjen. Nuk diskutohet. Familjen e shkatruan, në thënë të drejtën. Nëse. Tani nuk, domethënë, se si funksionojnë agjenturat e huaja, unë po e shoh sot. Dhe jam ndoshta më të informuar për këtë problem. Sepse kur na thanë që mos fol më për Ukrainën, unë Ukrainën as nuk e llogaris, as nuk e kam llogarit ndonjëherë. E vetmja gjë nga Ukraina që kam dash ka qenë arkitektura, që kopjoj atë japonezen, një art interesant, njerëz punëtor dhe një ukrainase, një shkrimtare e mrekullueshme, por natyrisht me banim në Angli, ja harrova emrin tani, domethënë që bërë një libër që e kam përthith në 24 orësh, nuk dola as në punë, aq i mrekullueshëm ishte. Traktorët prodhohen në Ukrainë, diçka e tillë, po ishte një libër i mrekullueshëm. Dhe arsye pse unë flas me aq pasion për Ukrainën është se gjithçka ndodhi në vendin tim e pash tek Ukraina. Dhe kur bëj një analizë për Ukrainën, në fakt nuk e bëj për Ukrainën, po shpjegoj qartë se çfarë ka ndodhur në vendin tonë, sepse që Saliu dhe sot e kësaj dite nuk është në burg për krime ndaj shqiptarëve, përsëri tregon që agjenturat e mbajnë, pra nuk mund të më thot njëri që nuk ka fakte, nuk mund të më thot njëri që
e tjerë, Po, shiko, sidomos që të paktën nga informacionet jo të tërforta që kam unë, e vërteta është që kur kanë arrestuar ata të 6 për krime kundër njerëzimit, Blerim Qela, më the tash, duke pasur amerikanët, duke pasur frikë se do harrinin të Saliu, marrin në telefon Nano dhe thonë që t'i liroj. Dhe Nano i thotë, është çështje drejtësisë. Dhe këta i thonë, ta rrjes drejtësinë. Lere drejtësinë, i thonë, po më në çaj drasat po nxjerrë për jashtë. Ky është një sinjal që Saliu nuk duhet preku. E dia si fakt, prandaj thash agjencitë huaja dhe të bën pesimist kjo, kështu që kalojmë ke ana optimizme, e lejmë aty ku dha të këshillën. Gjithsesi vendosi një standard, dorëheqjen që bëri. Po, patjetër. Por mendoj që edhe nëse do e marrim Nanon, ishte politikan europian. Pra, nëse do e marrim si figurë, duke qenë thjesht si një qytetar, është një politikan europian, një politikan që do zinte vend kudo, si në Francë, në Angli, kudo. Pra ishte tepër. Në komentat unë bëra një status dhe në komentet më thoshte njëri, historianaj, është gjëna që nuk la një kujtimet e veta. Kjo do ishte tepër interesante. E di pse mendoj që nuk i la kujtimet e veta, në ndryshim nga Saliu, i cili çfarë thot, sepse ka fëmijë mrapa ndoshta ose ka. Jo, ta them unë. Në ndryshim nga Saliu që çfarë thot sot nuk ka thot nesër, edhe i ha fjalët në ashtu, Nano e ka pasur një jetë shumë problematike me presionet e fsheta. Për shembull, ka pasur raste që kur janë larguar trupat greke që kanë qenë në kombinat, dhe Greqia ka një influencë shumë të madhe dhe sot që flasin në qeverinë shqiptare. E kuptoj. Edhe Edi Rama ha presion shumë fort nga grekët. Saliu po e kanë gënë, e kanë dhënë. Po. Dhe të shembull se kanë kaluar 20 dhe sa vjet, ministri atëhershëm i mbrojtjes i thotë që ju jep ultimatumin që të largohen. Ishte një repart grek në te kombinati ushqimor, ka qenë diku. Nana në atë kohë ishte në vizitë në Greqi, dhe i thotë, e merr në telefon, i ka dhënë urdhër të largohen, po i thotë, më dha urdhër. Uroj, thotë, të shpëtoj gjallë, të kthehen në Shqipëri, thotë se këta po bëjnë presion të madh pse e kanë bërë këtë. Sepse ndërkohë reparti turk nuk i ishte dhënë urdhri për të tërhequr, për të larguar, është edhe sot e kësaj dite aty. Pra, janë këto presionet e fsheta, një qeveri që mbahej që kishte një klan shumë të fortë grek brenda. Dhe mendoj që duke qenë një politikan i përgjegjshëm, ka thënë në një moment Amarildo që ca gjëra edhe nuk thuhen, sepse politikanët edhe nuk i thonë. Ose nga që të flasë broshkulla si kujtimet e Reaganit ose të këtyre që përmbysën komunizmin, më nuk po i them këto broshkulla, nuk po i shkruaj. Unë di disa raste që ka pasur presionet të mërshme, sepse Shqipëria, dhe kjo mua më trishton shumë, Amarildo më duket nga një herë vetja sikur jemi në 1912 që përzum Israil Qemalin, këtu shine luajnë shërbimet e fsheta, dhe kam frikë se ka ardhur koha që neve duhet të bëjmë një ligj të dali ku të dali kundër OJF-ve. Sepse këto janë shërbime sekrete të huajve që plaçkizojnë. E kam thënë, OJF-t që financohen nga gjermanët. Lufta nacionale shqiptare, luftë civile, komunistët ishte një pushtim i ri i vendit të tjera e tjera. Grekët luftarët për Vori Epirin kishte shku dhe Karamalisi në Korçë, se janë vrarë një 2 veta aty, për punë të tyre. Ata sponsorizojnë parti, me Omonia, me njërën me tjetër. E shumë të tjera, nuk Sorosi, me ato të vetën, të shqip, pse i kanë dalë 2 kalamajt e vetë, i kanë dalë allasoj, do të bëj gjithë botën allasoj. Pra, tani Sorosi është një psikopat, do më thënë kjo është psikopat. Jo, mos largohemi. Jo, pse e them këtë, më kuptove, sepse në fund të fundit, çfarë po ndërtojnë në botë, po unë arrit t'i kuptoj nga krahu tjetër, për shembull, e vetmja gjë që arrit të kuptoj është se çfarë këta kanë të shkruar në librat e tyre biblik, kur i thonë. Ato që nuk i llogarisnin njerëz si njerëz dhe
mendojnë domethënë që do ta kryesojnë botën një ditë vetëm nëpërmjet paras, pra është një qëllim. Kështu që ndoshta për këtë arsye ai është kaq antinjerëzor. Kjo është ana psikologjike që unë mendoj që ka ky njeri, po nuk është fjala ky njeri se sa është gjithmonë problemi live-it që sepse unë hapa duhet t'ju përgjigjem njerëzve nëse s'kam. Jo, do ishte mirë edhe të nxjerrja edhe unë ke faqja ime, po kanë kaluar 15 minuta nga jo. Akoma se ke hedhur, po s'e kam hedhur se s'm ka ardhur. Sa ka nisur e nea, jo. Le na me nea, nisja më burë dhe Amarildo. Nese. Pra, ku e lash që ta nëzirë? Që me qa komenti, a u ma 5 pëtë, o ju të dy me gjithmonë që keni e në shanë, juve ju kanë gecur, Berishan ta, ta hangë të një lopa dhe. Ja, e kupton, është ajo, dhe unë e thash, thuaj, domethënë, le që ja themi bashkë, unë e thash që të shi s'ka që u bo më robi njerëzve. E ke parasysh, kurse në atë kohë, prandaj thash për punën e nanës, në atë kohë njerëzit akoma thithnin nga pak. Kurse tani nuk thithin më fare. Më këto vazhdoi me Sali Berishën. Sali Berisha është për monument. Ai vazhdo me Sali Berishën. Kështu që prandaj thash, më duket që ky është një shikoj, unë mendoj që edhe spitalet psikiatrike duhet të jenë më dolëshuar në pranimin e klientëve. Nuk mund të është problem, nuk ke ç'i bë më kësaj pune. Çfarë do që të thuash do hasësh vështirësitë pa para. Nuk është problemi vetëm tek kjo tani, nuk është problemi vetëm pra kur nxorra Sorosin si figurë, nuk është vetëm ai në këtë lloj biznesi. Dhe bukur e theti që duhen të gjithë fat që të shkëputen, pa a ka prapanit Shqipëria ta bëj këtë? Ja. Po ne nuk kemi nxjerrë asnjë ligj të paktën që të na bota krenar, le mos ta zbatonin. Domethënë se kush ka qenë agent i shërbimeve tuaja, nuk duhet marrë pjesë në politikë, nuk duhet marrë pjesë në administratë. Jo, ne është e bukur që ne kemi nxjerrë për ata që kanë qenë agent të sigurimit, po jo të shërbimeve tuaja. Këtë po thot Amarildo, më të paktën nxjerrë sa përsye faqe që ta bësh popullin krenat, thot, si që fusim tash për shembull të Po mirë, kjo më pëlqeu se ishte me pseudonim shumë dukur, edhe 5 si. Atëherë 2 sekonda sa ta nxjerr dhe unë ashtu. Atëherë, duke të kaluar sepse jemi ende herët për të folur për trashëgimin që lanë anëja, po unë mendoj që arriti që të vetmen Parti Komuniste në lindje ti krijonte mbijetes, duke bërë të mundur që sot jemi në brezin e 4 të socialistëve, dhe këto nuk janë pak arritur që të bëj një ndryshim. Socialistët ishin backfoot kur i thon fjalës, edhe qysh në atë kohë, qysh nga 90-ta, prandaj ka ndodhur gjithë ky kaos edhe në Europë, edhe në logjikë, edhe kuptoj se Europa s'ka më logjik sot. Sot që flasim nuk është se është problem vetëm i joni, vetëm shqiptar, dhe kur ka analizohet që thuhet vetëm shqiptar, këtu pastaj hyke turmat. Më kupton se ky është një problem europian. Dhe në momentin që socialistët pa marrim të majtët, pa i fusim këtë majtët, tash me gjithse i rrej shumë këto kështu. Ndasit, e vërtet. Këto ndasit patën një problem të jashtëzakonshëm sepse u bullizuan, pra si lloj gjoje ato nuk mund thonin as mos e prish të fabrik, o pse do e verin ti, mos e prish këtë, o pse do e verin ti, më kuptove, pra këta, prandaj tha Amarildo që nga Partia e Punës kaloi në Partia PS ajo, sepse fillon duke u bë më europian se ç'duhet, dhe po të shohësh për shkakun që gjithkohë këto ishin më europian se ç'duhet. Edhe Rama vazhdon të jetë më europian se ç'duhet. Dhe nga ana tjetër kur merret hajde do futemi në Europë në 2030, sa bukur të futemi në Europë. Europë do futem në 91-shin, 92-shin, se më të korruptuar se Greqia si ishim ne. Por Europa nëse s'do kishte luftë në Ukrainë, pra po e përmendim Ukrainë, nuk do na fuzë as në 2230-ën.
jo 2030. E vetëm arsye pse duan të na fusin në Europë është mojnë ai badel si puna këtij ta çojnë në Ukrainë. Më kuptove. Kjo është Jo, ta deri në Facebook me pseudonimi ke kështu. Nëse larg. thjesht po e themi. Po jo, më bëri përshtypje, ma i do tek ta që ju kanë hequr trurin e vogël. Isha paraqitur sot Belinda Balluku, kishte zonës kryeministre, kishte ftuar Spaku dhe kishin dalë 4 plaka vitzeza, do të thonë duam Berisha. Kishin ngatruar ditën e mitingut, si duan. Qa do më qëke? Skena më që sharake që kam pa më një. Qa do bërë? I binde ilacet me hile këta plerat e farmacive. Në goto, kushtë di qa ka marrë shkreta dhe zjarët. Shiko, ti e ke sharë Spaku gjithmonë, e ke kritikuar, po them sharë jo. S'ke pasur besime tjera nuk kam, jo s'kam pasur. Po, do vime në faza e dytë. Mos ma qohet se ma shtyve. Jo, ta shtyva dhe do ta afrojta. Pra, ke qenë, e ke sharë Spakun, e ke kritikuar, e ke thënë, ore, më jep një rezultat. Sot janë ata juristët që flasin, ore, një të burgosur, na jemi një të burgosur, një që është dënuar. Pra, keni 6 vjetë që po hani bukën, na jepni një dënuar nuk po japë. Fakt. Kemi një dënuar. Atë që puni blowjob. 3 vjetë. Sa feti. 3 vjetë sa feti. është njëshin në botë. Në botë. Po, në gjithë botë një dorëheqin me... Jo, ky burg. Aty. Po, duke ardhur tek Spaku sot, më bën përshtypje thrasin këtë Ballukun. Përpara zgjedhjeve arrestojnë Velin dhe sot kushtetueshja në çudi e madhe e quajti të pa drejt, domethënë shkarkimin e tij. Dhe tashim sa duket duan që po u bën zgjedhje të fusin Ballukun në burg. Letrinja një vit më na thonë se ne kur dali ka marrë punë. Më duken më tepër si kobure e Berishës se sa një është megjithëse një miku im thotë vetëm shneti bëhen Ramës këto, sa më shumë t'i arrestojnë aq më shumë deputet do marrin. Kur dalin ato 3 plakat aty këta ditëzin, ke parasysh që e kam me Berishën. Është pikrisht, më kuptoj, ai mos vdek kur thotë Rama për Berishën, mos vdek kur. Problemi është që, domethënë, kur e kap nga i krah, ty të janë arrestu gjithë, për shumë se që flitë edhe në për studio. Po kur i kap faktet, sepse çfarë ndodh, populizmi është i tmerrshëm. Dhe kemi një Erion Velia që unë dëgjova pak fjalën e tij në gjykatën kushtetuese. Një njeri që unë nuk e kam simpatizu. Më fal. Ja. Unë nuk e kam simpatizu. Sali Berisha. Janë kjo është kërë me. Komandzore kështu me tent priqa Ramët vite me buldozjet është të prishtë tentën. Thash po rushin tentën, nejse. Dëgjova fjallën e Veliajt. Ke 9 muaj që më ban një kryetar bashkie ose një politikan të lartë. Manisi Tan, Adash, përshëndetje, Manisi Dritan Hoxhallaj, është një ndjekës joni, e Manisi, prandaj Fritza thotë, mendja është gjë e madhe, thotë, duan Shqipërinë me Sali Berishën. Është gjë e madhe mendja. Nëse, dëgjova pra fjalën e Erion Veliajt dhe aty domethënë nëse kisha pak besim ke Spaku, aty është 0 fare 0. Ajo është një kobure. Spaku është një kobure. Shif Altin Dungmanin, dëgjoj Altin Dungmanin, ai është Spaku. O zot, kam frikë mos dalin këto profesime burse, do mbezim. Jo, me sinqeritet. Shif Altin Dungmanin, dëgjoj Altin Dungmanin, ky është Spaku, vlla. 1-0 me Gjufk. 1-0 me Gjufk.
të marrësh tjetrin në muj brenda. Ti marrësh telefon e grus, telefon e vet, kunatit, të fëmis, nuk e di, vlaj, dhe mos nxjerrësh dot i fakt. Sa të mos ligjëroje, po thuj të pak. Dhe problemi është që ti nuk je dhe simpatizant i Erion Velias. Po kjo pra është, më kupton, mu Erion Velia, nuk e di, e ke parasysh se unë shkoj dhe me ndjesi nga je, se që mjep atë të OJF-ve, që e urrej për vdekje, u shif po mjell pemp, u shif po i këte. Nuk ka nevoj për këte, ka nevoj për frym, do më dhe shof mënyrë tjetër atë. U lali, u leshi, lali njëre kam urrej për vdekje si fjalë, se ndalin vetëm të kurvat, pa dhom, lali, a më kuptove. Kështu që, do më dhe... Të lutem ruaj etikën. Nese, të asaj kohë. Edhe kështu që ai lali më ngacmo trunin. Por, e priqat pak të ndilte për inceneratorët. Më e bukra është, se këtu është, do më thënë, Galata në mund të qëmë kështu. Që dalin këta në për studion thonë, Erion Velin e ke brënda, ne e kemi akuzu për inceneratorët, për nuk ka dalë për inceneratorët, shoku. S'ka lidhje me inceneratorët. S'ka fare. Pra iku kjo që thuti. Është hetuar dhe jo, po për korrupsionin, po s'ka dalë për korrupsionin, ti më hajde mos ja thuj në studio, shko thuj Altin Dumanit. I ke thuj zotit Altin, am këtë shokut Altin, si ka ai. Po shko thuj ati më zemër, mos ma thuj në studio. Pra, edhe politika është tepër populiste. Duke qenë politika populiste, këta dalin më karagjoz akoma, se mos u merë pak dhe mos thuj që e kam denoncu. Ose është për korrupsion, se s'është për korrupsion akoma, s'ke nxjerrë si fakt akoma. Dhe ti marrësh tjetrit, do më dhe mu po të marrësh telefonin, një 3 gjona mi qëtë për korrupsion, sa nuk do të dalë do të në sytë njerëz dhe them, jo, nuk e kam bërë korrupsionin, e kam bërë një, po e kam bërë të vogël. Kaj të them, a më kuptove, s'jom për burg. Por, jo s'kom bërë fare, kusa i, do më thënë, mos të dalësh 9 muj, unë ke gazeta Dita, pata pa një, si më them, gjyqin, një pjesë të gjyqit të Ballukut famshëm. Beqir Ballukut, gjajës Belindës. Nuk po them për gjonat e tjera, po ai shoku prokuror aty thoshte, o Beqir, thoshte, to 3 milion lekët që harxove, thoshte, e di që janë popullit? 226, 115 Jo, me e kështë buaj 3 milion e ca, e kështë qifrën të është një pyetje, nuk po merem unë se me armisin e Beqirit, fare, po merem kjo pyetja. Pra një nëzori e, kjo 3 milion që dhe, di që është i popullit dhe? Po i dhe, po e di dhe që është armisin dhe atë dhe u të... 1 milion e si për hajë plumbin. Bravo, të më që këtu, s'kish nevoj mos vazhdo me lexu më. Me tezat e zezë. Pra, diçka të nëzjeraj, e ke dokumentuar, nuk thaj, nuk e kam prish 3 milionëshin, për shembull. Kështu që nëzirë dhe ati, pak nëzirë në i dashnora, nëzirë i jo që mos dali pa faqën. Pra, më turp, se kaq, se di qëfar ka dhonë kjo, ka dhonë një humbje shprese. E vërtet, pse them Amarido ka dhënë një humbje shprese? Ne marrim sa më jetën e kam pas për zemër. E kam pas për zemër, kam pas simpati edhe për kishin qef. Po, kam pas për zemër. Unë s'kam qenë socialist, po jo, kam pas për zemër. Pse e kam pas për zemër? Sepse kishte vizion, arriti të ndryshoj atë, u bë tamam, si mund të them, një përfaqësues i njerëzve në polici, më këtoj një përfaqësues i popullit në polici. Kishte një lloj pavarësisht gabimeve, dhe ti më nxjerr tani jo po targa, jo po kështu. Pra nuk nxorre dot një fakt që ta futsh atë në burg. E futën në burg. Shpërdorim detyre, thon. Shpërdorim detyre është po çfarë do. Ne një më kot, mendoj që ta heqë në çfarë do lloj momenti. Asnjë vend normal nuk e ka shpërdorim detyre. Çfarë tregon kjo? Kjo është një frikë e jashtëzakonshme. Domethënë mos të kesh më besim ke ligji, po të kesh frikë nga ligji. Ti nuk mund të punosh sepse mund të ta nxjerrësh shpërdorim detyre të hash një vit burg. Ti nuk mund të punosh se
do të majna rreth 9 muaj kot. Se për mua është kot se unë nuk jam prokuror as hetus që të kuptoj se çfarë ka bo Erion Velia. Unë pres nga ata të më thonë çka ka bo Erion Velia. Pra perceptimin e tallavave e kam që ai është për korrupsion, por si kanë thua si dokumentat i. Altini tani moshin, Tinin për ta dënu Erionin, dhe mos bilbelota ashtu. Dhe çfarë më tregoi kjo rasti Velia, më tregoi që këtu nuk ekzisto as ligji, as kushtetuta dhe as gjë. Dhe njeriu është qytetari, është aq i pambrojtur sa nuk ka ku shko. Pra është një dështim total i spakut dhe kush e ka bë spakun. Kjo është si një që bën ty. Ai po natyrisht thotë unë kam luftuar krimin e organizuar, nuk e ke luftuar ti vllai. Po trego babën kush e ka luftuar, se ti kanë sjell gjitha. Vetëm ti printoje, ti s'ke nevojë as për hetusi, as për gjë, vetëm i thu, këtu ke thonë kështu, këtu ke thonë kështu. Nuk do kështu që mos shit portë me byth në tjetër, ti thonë kësaj. Lejat, shifnë e gjotë, tatën këtu. Sepse nëse do ma dënosh Erion Velin për korrupsion, unë du të mi sekuestrosh pasurinë. Në këtë moment unë kuptoj, kur të më dënosh Sajmir Tahirin për korrupsion, unë du të mi konfiskosh pasurinë. Pra, madje njerëzit thonë rës dum burr këta, dum të marrim lekët. Po më të marrim lekët, më e bukur që ti s'gjeke as lek, as si gjë, as si lloj gjë ti gjete se çfarë më fal të mbrëmshme të kishe shoqja e Erion Velis nxorr aty, ose me rastin e atij tjetër si kishte ai Tigrit, Ametajt, ti nxorre budalliqe seksuale aty. Pra, më kuptove, është një problem shumë alarmant me drejtsinë. Ky është mendimi im. Domethënë janë të paaft dhe më e bukura janë pushk. Këta janë pushk. Pushki kena pastonë aty në plëcasin kot. Pushki kërcat kot. Bravo. Dhe këto, nezë pas nezë mund të thrasin dhe Ramën. Thënë, pse mas ta thrasim Ramën, del në njoni nga do. Pse mas ta thrasin Ramën njerën s'pak. Jo se unë pëmërë Ramën, thire Ramën më rëlla. Se me shpirt kom qef t'ja prishat shpina dje ke... Në Surrel. Se ka po me beton, më e du me balt. Se këshu po dhe Rama, e du këshu, thot. Edhe më e du me balt. Shumë po të vi kryeministë, shpinë e parë prish të Ramës. E Rama aty. Me Ramën mrena. Me Ramën mrena. E them, e desha me balt. Nuk shko këtu. Okej, kjo sepse konfigurimin e terrenit. Po se e bravo, sepse nuk ka asgjë, sepse më kuptoj, ne na ka zonë ku s'mba, ne kemi një sal nga ikra, kemi dhe Ramën. Dhe gjëja më ideale që do kishte qenë për Shqipërinë, fati më i madh që do kishte qenë për Shqipërinë, do ishte që Rama të shkote ke krau që i takonte Ramës, pra KPD-ja. Dhe i ndjeri, fatës nëmë të kishte qenë KPS. Atëherë Shqipëria do kishte vërtet një shans shumë bukur. E ti që kemi qenë ndër vendet më të pasura të botës, të perëndimit, ne kemi qenë më të pasurit. Po më ne ikëm, ja hypëm anije. Bravo. Sepse nuk është bërë kur analiza e hypjes në anije. Kur hypën në anije t'ishin bloku tër fabrikat, tër uzinat, gjithçka, zero me gjufk. Kur hike në anije t'ishe bloku dhe buka. Më kuptove, kjo është pse ikën në anije, se kanë hikë në anije një vit më mrapa, kishte arë sale, kishte fillu të djek dynjon. Më kuptove, kishte fillu përdhunimet në përrrugë kur ke hypë në anije. Dhe kjo anija nuk u analizu në i herë, nxjerë ikë nga komunizmi, ja bota i Gabelit shkret aty. Ke pa atë klipin e vogël, është klip fantastik. Jo. Më erdhe Gabeli vogël aty, më kuptove, në shkoj në Itali, edhe i thanë ato, për qa ka ardhe, i thanë ato gazetarët, edhe ato palavra. I thaj, gjono vla, tha, ja po të këpërkëthysh, politik. Politik, tha. Më kuptove, kështu që, më kuptove, është një karagjozlik njerëzori. Kam frikë që nuk do bëhet... Mendoj që Ukrainës po i bëhet analiza sepse është një pol tjetër që po i djeg kurrizin nga kjo lufta, thotë dale më se
ishte Victoria Nuland që tha që fuck Europe, tha, shikojnë do bëni këtë çfarë them unë. Eksaktësht. Dhe tash ja le Europës. Janë paret që janë hedh, madje unë pash para një jave një ekonomist i famshëm amerikan, ja harrova emrin dhe tha, kam qenë unë në sheshin Mejdan dhe kam pasur si janë shpërnda paret, tha. 20.000 aty, 10, dhe u çu një trashëgimtar i komunistëve italian. Në vitin 90 është thy dollari madh këtu. Jo, thjesht po ta shtoj. Ta mbaroj ky i majti italian, ky thotë, s'është e vërtetë, ishte revolucion. Fali dhe se unë jam amerikan, si më dhënë me ego, që revolucionin e kam bërë unë. Isha unë ke Mejdani. Isha dhe i tha ti gënjeni. Dhe ky Amerikani ju pre fjalla, unë gënjej, tha, fali, tha, ky është e një nga këta. Kakarisit të OJF-e, dani që i majnë partidë, i majnë, ishte revolucion, po nuk durote. Ori, kam pa me sytë e mi, tha. 20.000 filanit, 15.000 filanit. Po ishte me Kenë që doli me atë, doli me këta Azovat. Po janë të gjitha dhe kam qenë aty, tha, dhe disa si. Pra, Ukraina e nxori sepse në krahun tjetër është një shërbim zbulimi shumë i zotit, që janë KGB-ja njëra tjetër. Ishin disa që i kishin ngrënë një herë. Po pra, bravo, ishte herë e dytë që po. Kjo ishte herë e dytë. Dhe i kishin fut antenat e veta edhe e demaskuan e përgjuan Ulandin, janë zorën. Demaskimi ishte i jashtëzakonshëm që nga vrasjet brenda. Po, goditjet me sniper që su morën vesh se çfarë ishin. Patjetër, jo, u morën vesh, i nxorën gjithë. Ai ishin Sasa, ishin Navy. Po, pra, okej, në sensin që zyrtarisht po u morën vesh sepse ata e thanë që rusën në atë kohë kishin xhiruar komplet, regjistruar komplet skenat. Te neve nuk u mor vesh kur, Amarildo. Po su mor vesh as në Rusi në atë kohë. Unë kam parë një dokumentar të jashtëzakonshëm të BBC-s në Rusi. Për Rusi. Thuhet që këtu ka pasur ndikim të madh agjentura serbe. Këtu kanë pas të gjitha agjenturat. Dgjoj. Domethënë serbët në veri dhe grekët në jug. Nëse do dalim. Dhe suksesi më i madh, dikush ishte shkatrimi i sigurisë në shtetit. Nuk diskutohet. Aty ja dolën. Nuk diskutohet. Domethënë, bëj djallin të besosh që djalli nuk ekziston dhe ti pastaj bë çfarë duash. Thuaj që nuk ekzistojnë agjenturat, shkatro zbulimin dhe kundërzbulimin dhe pastaj kjo ishte. Ne na qelloi fati i keq, më kupton, na qelloi fati i keq që ndërsa shërbimi jon u shkatrua, as shërbimi jugoslav në atë kohë dhe as shërbimi grek në atë kohë nuk u ndërhyn ato. Pra vazhdonin punën e tyre. Asnjëherë s'u ndërprerën ata. Jo, e kam fjalën për shembull, nuk është se u bënë revolucion, siç u bë në 90-ën kanë për shembull në Rumani. Jo, nëse kishte Poloninë afër për shembull, se kishte këta afër, të gjitha bën një farë revolucioni, kurse kene to ishin tepër kompakte, të dyja ishin tepër kompakte dhe ndodhi vetëm kene. Kështu që kishin një fushë tepër tjerë. Dhe pastaj duke marrë krahun e CIA-s që ishte dakord për çfarë do lloj mjafton që në përgjithësi ka pas si proxy, ka pas çipin grek dhe u do bënë votave. Do me thënë, i thoshte zbatoni filat gjithë, ata e zbatonin atë që ishte për zbatë. Dhe në këtë punë, mes pastaj fusin dhe interesat e tyre. Aq pak i interesojnë, që më mbinë raca njerëzore atyre, sepse sa më shumë jam fut aq të marrës, aq pak i intereson raca njerëzore, jo mosh Shqipëria. Aty nësi intereson as Greqia vetë. Aq pak i intereson Greqia, sa ta din grekët, leje din ata. Panena bineve, më kuptove. Kështu që nuk është problemi se ata thonë, një gjë, jo, po mos ta bëjmë, se ta do më na fjala demokraci në fund fundit, jo, tash më është e përkthyme, do më thëmë, demokracia është gjërat e tu jam takojnë mu. Amarildo, të bëri përshtypje heqja non grato se do t'dikut? E dëgjova si lajm, unë nuk e di se kush është Dodik. Është përfaqësuesi serbëve të Bosnjës, i cili kërkon të prishi marrëveshjen e Daytonit e njërin e tjetër. Pa ai thuhet që ka hedhur lek të madh për ta hequr non gradën që ja kishin vënë amerikanët. Madje një profesor thoshte që është rasti i parë që ndodh në histori që i hiqet non grada dikujt, tani problemi është që jo, e di pse se dua ta lidh me të Saliut. Fakti që Saliu është bërë faktor opozitar. Dhe thuhet që do bëhet një reform ku
propozimi i Saliut është të bëhet senati, sepse ka hall që ta fusi vetën në mënyrë që të ruaj atë paprekshmërinë. Ja, kjo është e bukur, do të bësh senat, në të fuzi salën në senat. Jemi për gjunaf. Edhe unë kështu mendoj, jemi për gjunaf. Jemi për gjunaf. E mendova këtë senatin. Senati, në fakt, ka e më shumë bukur dhe si instrument, sepse unë jam gjithmonë për monarki. Po. Më dhonë në Lord Beck. Bravo. Pra unë... Po dale se ata ta tregojnë deri para 800 vjetësh kush ishte baba, neve deri te gjyshi shkojmë më mirë. Jo, tani ne nuk shkojmë të tas ke gjyshi, më kuptova sepse gjyshi e ka pas banjon 300 metra larg, jemi të merr tani se kur shoh ata 44 ishte një moment që nxorën ca foto edhe në Ballkan, edhe brenda Ballkanit ishin kryeqytetet e Ballkanit, i dilte Tirana, pastaj të merri vërtet. Nëse sepse e kam thënë që fatkeqësisht nuk e kemi pas mundësinë që të ndërtonim të djathtë. Ne akoma kemi, për shembull, po ti shohësh pronat, gjyshi im ka qenë bej, e di çdo më thonë, t'ja thush në angli që ka qenë bej gjyshi. Mesjet. Ku ka qenë, thonë, në pushtimin e Budapestit, në pushtimin e Vjenës, ku ka qenë bej? Është mesjet, këtë mund të flasim. Atjela. Këto i kanë qenë para. Po gjithsesi, duhet t'i japësh një lloj referencë se ku ke qenë. Po këto kanë qenë të para tanë, kështu që nuk mund të presësh të djathtë. Thash, e djathta jon priste me gzim kur do vi pushtu si radhës. është problem, por edhe këte e ashu. Imagjino tradhtin që i bon zogut. Si e tradhtun dhe zogut. Nuk është se këto lanë ropë. Nuk është se lanë ropë pa tradhtua, gjo pa tradhtu, nuk të zjarë më për gjithë, qatë ketë. Jemi drejtim. Sepse në fakt edhe nuk kanë fajmë, për shumë, po të shohësh, e ke parasysh që gjithë qajnë, edhe unë vdes ku qajnë, për këto, për teatrin, pa e majnë për teatrin, pse qajnë për teatrin, se kanë ndërtu italiani, kur e kanë ndërtu italiani? Në 1941, për shumë, më kupto, shterët më bu 1941, do këtë qenë njoni nga ne, do këtë qenë punëtor aty. Imagjino sa pak historike, s'kena i vej për tjetër. Globus i ka një 400-500 vjetë. Ndaj po të thotë Marito që nuk kemi faj, kështu që është tepër e vështirë. Tani do duhet të lindi, pra dalim prap ke Fatosin, që ose Fatosin dhe kështë e plas brënda këtë. Po kur s'ke as kështu që quhet... Oj. As shërbime sekrete, s'ke që po as... Jo, shërbime sekrete janë turbe faqeze, dhe unë e mendoj dhe më thunë, shërbime sekret sot ka një gocë nga Vlora, nga Kosova. Nga Kosova e kemi atë? Po, e cila gjithsesi, do më thënë, duke qenë që Kosova ka qenë një vend i krefur nga agjentura serbe, nga UDB-ja, flitet për një numër shumë të madh bashkëpunëtorësh, nga Afrika, nga Halli, nga Qefi. Gjithsesi sot ka një shumicë aty që qajnë kohën e Bashkimit Vllazërimit në Jugosllavi. Por në përgjithësi, punoj si shërbime sekrete, Amarildo, nuk duhet të ketë jetuar më shumë se sa një muaj jashtë vendit. Neve marrim një të huaj. Shteta se e huaj ka qenë ajo. Do më thonë, unë jam dakord të jepi gjithë qeverinë shqiptarëve të Kosovës, por nuk mund t'i lësh Ministrinë e Mbrojtjes dhe shërbimin sekret. Kuptoj këtë fare mirë tani, kështu që nuk kemi çfarë të bëjmë kësaj pune. Nuk kemi çfarë të bëjmë se tash në fund nuk kemi as çfarë me rujt. Jo, shiko, dhe të kalojmë te fusha e majmunërisë. Kjo festa e Halloweenit si duket? Mu një gjë më të shëmtuar. Po këto janë pasojat, vëlla. Më kuptoj, po marrim çfarë ditësh kemi pas ne, për shembull, përpara 90, çfarë ditësh kemi pas? Se më them më të festuarat. 11 janarin. Festa e Republikës, po. 17 janarin. Jo, 1 maj, më të festuarat. Po nëse kujtoj dhe ajo vdekja e Skënderbeut. Po, je çka kujtohesh. Po, vdekja e Skënderbeut. Kujtohesh. Patjetër. 1 maj, festën e punëtorëve. 1 qershorin, festën e fëmijëve. Festën e fëmijëve dhe 28 nëndorin.
Kisha pasaj, festa e ushtërisë këto 10 korriku që na kanë në mendje. Po, 10 korriku i famshëm, po se harrova, se u bët edhe... Kisha 5 majnë të dëshmorë. 5 majnë, më falë se harrova. Pra, po të shikosh, të gjithë të ditë, në një farë... Festën e pavarësisë dhe të shlirim. Në një farë maset të jepnin krenari, sepse po marim një majnë, atë më të dopte nga gjitha këto që thamë, atë ma apolitike nga të gjitha këta. Një majnë do të thotë që nëse 80%, 90% ku diun sa ka një popullsi që i ka prindrit punëtor, ka një ditë që ato u venin në pjedestalin e shoqërisë. U veshin në pjedestalin e tërë Shqipërisë. Dhe u bote fest dorë për një majnë. Kjo... Bajmon me pikniqe, me gjërë. Jo, bote dhe... Mirë, para kalimi, po festoj. Në Gjirokastër mbajmë mund dinin për piknik në Tiranë, nuk kishte për shembull, nuk kishte festë barabart me të. Pra, në një moment edhe nëse ishe fëmija një punëtor, unë për shembull, papajnë e kisha mësues, s'kishe në një punëtor, po prap në atë ditë për shembull thoje, pse se dhe figura punëtorit është ngretë shumë lartë. Nuk të pra ishte krenari, në momentin që është krenari dhe sot të ke turp, detyrimisht të kesh pasohet, këtë po flas, kjo është problemi. Ne sot kemi po 7 prillit që e festojmë. 7 prillin, po 7 prillin. Festojmë 7 prillin. Kemi atë festën e Nën Terezës. E Halloweenin, më këtë qatë trapin... Demonstratën e studentëve. Bravo, po qatë do... Dita e rinis, që është prapë dita e demonstratëve. Do më thënë, ditën e rinis dhe atë tjetër, nuk e di se si qeshin diku në Amerikë, kërë bëjnë atë se si qesh Sorosi, kërë bëjnë atë se Sorosi e tha shumë bukur. Dhe ka një intervjistë Sorosi. Një gjë tha, se shumë po mësun më këtë Trump, tha e një tjetën, sepse është edhe i mos e kujto më dobët se Trumpi, në kuptim në saj. Shumë po mësut mua i tha, po lapsi shumë i tha për Trumpin, sepse gjithë lindjen tha prej me e ka tha, që u po antikomuniste, fillum tha në Hungari, kalum Poloni tha dhe me radhë, këto janë të mija tha. Po pa tjetër, o jo fëtë tjetër. Që kur të rrike una i tha, atë e të filloj të flasi për mu. Se kam një gjuhë? Ja, kam një gjuhë. Po, tjetë nuk e. Më kuptove? Kështu që kësa herë bëhet a i thot e shef, thot, dhe përfundimi është kjo që në dela jo pasaj. Në fakt, Trumpi me shumë e natës, në fillim pasaj, kur i nxjerrin letër, për shembull ky i nxori ato të Epsteinit, ky i Teslës, ma. Ta ki nxjerrin në letër, tha, pa e dua shumë. Po, se shkoj për shumë, Trumpi, po të shofësh, sa ka përmen Kina, nuk ka përmen asë lloj fjale tjetër, China. Kur erdhi tash pas kësaj, çuni mirë ke zoti Trumpi. Janë këto si këto ju kapshin diversant, që dilshin çun me pin kup, tha China, respekt për China, dhe respekt tha për Xi Jinpingin, tha shumë i fortë, shumë e du shumë, tha, e du jashtë masë, tha, 27%, po, ne rritën, bravo, ne rritën, tha, 27%, 57% e rritën këta, tha, edhe ram në ujdi, tha, të me thënë, ke përsysh, është... Mirë, tha, vejtë, ato, tha, se dhe unë zdo të blej ata 150 Boeingës. Jo, zdo të gjeni blokoj edhe këto të mineralet e ralla, e një tjetën. Ti losh atë punosh me telefona. Vëllësh gjush me lastikë. Amarido, vim përmend festat, përmendëm Halloweenin, e cila pra janë shëmti shumë e madhe. Janë festa tani kjo, janë festa që kanë një kuptim, pavarësisht se ne na duken shumë pa kuptim, këto festa. Këto kanë një kuptim, pra është një shplarje e trurit. Pra dalim prap ke lufta dytë botërore, si arriti Hitleri që i mori për javë gjitha këto. Sepse nuk kishin më krenari kontare njerëzit. Se ka qenë po njëta gjë,
Para luftës dytë botërore, ne këta harrojmë, se e dimi të që doli njoni dhe tha, hajde bëjmë luftë botës. E mirë, hajde se s'kena qa me bo. Jo, po s'ka qenë kështu në fakt. Jo. Më këto se 5 milion super të shkolluar, se Gjermania ka qenë Vendi më i shkolluar. Vendi më i shkolluar, 5 milion me helmet në kaptin. Është në heron, burra më kupto, me armatime e gjona nuk dalin kot, se doli një psikopat. Sepse më të shofësh edhe gjithë generalet, gjithë, jo doktore, nuk i ka pas klasë punëtore, as budalli. Pra i gjo e kishin ishte sepse është ky sistemi lirë. Pse është sistemi lirë? Ata erdhën në pushtet pikërisht në këtë ringjalljen e krenarisë kombëtare gjermane. Tani, Erzova. këtu e kishin në? Aty e kishin. Bravo. S'ke as drejtësi, nuk e as drejtësi, nuk e as kulturë, sepse dhe kjo kulturë është godit që përpara, domethënë që përpara luftës dytë botërore, u godit kultura se psi erdhi Hitleri, e tha një hebrej që e kishte studiuar, tha si erdhi Hitleri, tha si arriti ta marri, domethënë pëlqimin e tërë masës. Ishte shumë e thjeshta. Kultura, tha, që ishte zotruar nga ne, media që ishte zotruar nga ne, si ishte kultur pa kultur, pra ishte ky arti modern që mund të themi. Në qoftë se deri dje ishin bo për shembull pikturat u një femër kështu, një mashkull kështu, sa ne atë si puna e Nën Terezës që kemi aty në Pogradec, që del si Okej, po na bën njëri direkt një pyetje. Atëherë, është njëri Veseli, 64-30, unë ushim do kisha bërë një pyetje politikë në kujt jemi duke promovuar. Vesel, për qefin tonë jemi vëlla, po flasim për qefin tonë. Politikë në kujt po promovojmë ne? Ne po promovojmë politikën që i duhet qytetarisë, i duhet qoftë edhe vetë Europës. Këtë po promovojmë, Vesel. Po. Që i duhet vetë Europës. Edhe Europa është mangut pikërisht për këtë që po flasim ne. Dhe nuk po flasim vetëm për Shqipërinë. Okej, atëherë bën njëri është Fatosnano, Elida Keta. Fatosnano ishte unik, reformoi partinë, e kundërta nuk po ndodh me Partinë Demokratike, thot ky Auma 5 PC, ky që shatë që pari, pse nuk lexoj komentin. Ta lexova shoku, po nëse s'ruan norma komunikimi, nuk mund të lexojmë çdo lloj spirë që të vjen ty. Edhe atëherë Radio Muzik, ju përshëndes, jeni njësha, i liri nga Parisi një pyetje, po Sala, kur do e palosi, këtë di a i që shlat, unë kam idenë që Sala ka vdek i herë mas në gjallë Dukat. Gjallë Dukat. Sozi, po. Atëherë, Taulant Toria, mirë mbrëma, respekt, mirë mbrëma, Taulant, faleminderit që na ndiqni. Kuptohet që është fillimin e tash gjithë emisionet do t'i kemi live dhe do keni mundësi edhe të komentoni dhe të bashkëbisedojmë që përgjigjemi pyetjeve. Keni parasysh që këtu përgjigjemi edhe kritikave, kur të keni një kritik, patjetër që do ta themi këtu. Po si sharje, do me thëmë, po që kritik do ta rivlerësojmë, do ta ri... Po, është një emision i cili bitë gjitha neve flasim pa, do më thënë unë, që marë pjesë për emisionet në ndryshme që shkojmë, ti duhet të ruash një format dhe duhet të ruash një lloj standardi ku jo për gjithçka mund ta lëshosh gjuhën. Ndërsa këtu, qoftë unë, qoftë Amarildo, jemi vetvetja. Është një emision i cili vetë financohet, e paguim nga xhepi jon, s'kemi reklama, si duket nuk ju pëlqen shumë gjërave që, shumë menteve që të dëgjojnë të vërtetën.
natyrisht të zëm Ukrainën kur flasim, nuk flasim që u bëbu trim me flet që ai Zelenski apo ky tjetri të luan Putini, diktator, njërën tjetër, i te kalojmë këto, diktator është, e di populli vetë që e voton, dhe populli vetë që e mban në qafë, janë ca populli që, dhe më thënë, i kanë bërë ca luftra më shumë se neve dhe nuk para i shtronë në baj. Në qoftë se do kesh lexuar historinë e Rusisë, do shohësh që disa perandor rusë janë bërë nga turmat, janë bërë nga protestuesit dhe shumë perandor rusë kanë tentuar të bëjnë pakte me protestuesit. Sepse, thash, janë popull të mëdhenj të cilët nuk mund t'i bësh zap, në qoftë se nuk ke konsensusin atyre, shumë shpejt të përmbysin. Edhe vetë Putini, në një moment që do ketë një humbje të luftës në Ukrainë, do jetë i pari që do pindo një çaj me polonium, do t'ja rasin ose... Do të shtoja diçka shumë të vogël. Po jo, vetëm këtë, pastaj do mund të ashtu. Do më thënë, është një emision që e bëjmë për qefin tonë dhe ato që mendojmë neve. Po, keni parasysh një diçka që mendojmë shqip, kjo është kryesorja. Normalisht kemi qenë të sak gati 90-95% të rasteve, mos më shumë. Dhe kur thash të më thënë... Dhe kur thash që nëse kritikoni për diçka, për shembull përmenda rastin e Ukrainës, pse folëm për Ukrainën, tani e vazhdoj sqaroj më qartë, ose pse flasim për X-in apo Y-in, gjithmonë duke pas parasysh se çfarë duam ne të mësojmë nga ajo gjë, nuk më intereson fare. Absolutisht nuk jam aq humanitar sa dukem. Kam hallin gjithu ke kjo vatra ime për momentin, sepse nuk kam mundësi me ndryshu rrjedhat as në Ukrainë, as në Gaza, as diku tjetër. Bravo, as në Kosovë, as këtu jo. Po, të paktën të jap atë idenë që se në qoftë se kuptohet vërtet thelbi, atëre kuptojmë dhe çfarë duam ose çfarë do duam. Por, prandaj thash që çfarë do lloj kritike do ta shoh, sepse jam në një proces jete që do mësoj për ditë. Pra nuk them se them më tashu. Biles unë pata një moment që po e diskutoja me Time B, me Ralin që ka qenë pjesë e programit dhe i thash që mundohemi t'jemi 100% korrekt, tha një gjotë, tha, atë 100% që thuen e i tjetër, tha, se ti ke thonë, tha, që Basha, tha, Basha, tha, do dali shumë mirë shikoni Bashën, do bëhet, edhe shikoni Bashën, tha, e doli Basha, o Rame, qa po më Rame, e ka bo për ty, tha, thjesht, tha, në momentin që ti the do bëhet Basha ta tregoj unë si për mua. Një mënyrë dhe që vetëm për ty e ka boshu dhe se s'kish mundësi dhe. Do në gjeti mënyrën më të shumëtuar për dalë në publik. Kështu që tha, me mu fjatë të shkurtër, tha, mund të rejsh ata, tha, që flet në atje, tha, po me mu, tha... E më mirë, dakor, du sa i 5%, ore, edhe falgjorja 50 me 50, a je, nuk mund të presë, është na... Amarildo, 3-4 ditë për para, 3 veta u vram në thika. 30% e Amerikanëve marrin antidepresiv. Kjo është shkencore, në bazë të resetave që shërën mjekët. Përveç atyre që drogohen bëhen dru, nga cilë 200.000 ka pasur të vdekur vetëm nga mbidozat. Pra, nuk hynë të këto shifra. Po kam frikë se edhe ne jemi për shoqëri depresiv. Tani, nëse... Po të nuk e di se si do të zgjidhë. Jo, besoj se kjo që quhet, kjo senati do të zgjidhë dhe problem. Në qoftë se do ishte senat, vërtet. Biles unë Algjin Qorrin ja për shumë. Algjin Qorrin e shifsha në senat. Sinqerisht. 2 emra më kanë dalë. Jo, 2 emra më kanë dalë për senat. Më ka dalë Algjin Qorri dhe deputeti i asaj. Jo më Agronshe rrej shkreti, nuk bëhet asaj agroni, nuk bëhet sinqerisht. Nuk bëhet, më vjen keq. Do më kam pasi besim papar, nuk bëhet. Dhe ky Braçe, Erion Braçe, këto 2 shof për senat, që e vlejnë për momentin. Edhe unë, natyrisht. Edhe ti. Pra u bëm 4.
Si puna e depresionit. Po puna e depresionit. Problemi është që jemi në një jo krizë tani, jemi duke e shtyr krizën. Pra, po e vadisi, mu më duken shumë pak të shumë e thikun, prap them, sa pak dhe sa mirë që jemi. Më kuptove. Ti ke një parlament të zi, totalisht të zi, do më thëmë vetëm mendim nuk del nga i parlament, është të mëshme. Kemi një ram që ka një 3 muj që ka bo gara me një anë nga Izraeli, po ato e marun me një të IDF-it që të shkatrime mjes dregdar, kur a i si kryeministës se për çfarë unë kam ardhë nga Anglia për ta votuar, kam ardhë nga Anglia, kam lënë punën për ta votuar. Ka ardhur kur ka bërë kopshte, kur ka pastruar lanë. Pikërisht kam ardhur sepse mendoja që ai do arrinte të ndiste frymën dhe ndezi frymën. Si e ndezi frymën? Duke lyj pallat. Ai lyj pallat këto boshin kafe, njëna më e bukur se tjetra. Ai lyj Okej, edhe është frenuar, tjetër se dalin rilsa. Si? Pasë pak nuk shumë mendoj. Besoj se është frenuar dhe shpresoj besoj se do ketë pa dhe në pjesë. Besoj do ketë pa dhe në pjesë. Çfarë unë nuk ja fal Ramës, siç nuk ja fal këtij Fatosnanos, pikërisht të problem, nuk ja fal këtë krim që ka bërë tani. Unë nuk ja fal. Ky është krim që Rama do e kuptojë ndoshta. Sepse në një moment që ti mund të shkojë të gjithë bizneseve dhe të flisje me një fjalë zemre kur i thonë që t'jepje një frym dhe hajtë ta ndërtojmë kaq pemë, hajtë bëjmë kaq gjëra, ti thu unë e di këtë problem. Më kupton? Pra, kur shiko prerje, bërje, detyrimisht, e ke parë pallatin në Tiranë tash? A i ke parë, sepse akoma nuk ka dalë plani i ri rregullimit atyre. Pra kemi dalë për para. Ideja është kjo, Amarildo, që një kryeministër nuk duhet t'i japi prishet, edhe në qoftë se i bën. Eksaktësisht. Duhet t'i japi se çfarë do bëhet bukur. Domethënë, e prisha atë lokalin, po të paktën ma jep kur të bëhet lulishte, po mos ma jep në momentin që më prishet se kjo më bën depresiv. Nuk ka nevojë, nëse do ngjallësh shpresë ose nëse do të shkosh drejt Europës trapit, se Europa është më hallë se ne. Nëse do më shku drejt civilizimit, atëherë çfarë do civilizimi që Europa e ka sot, është që kur bëhet një prishje, mbyllet e tëra, domethënë zona, sajti që punohet, prishet dhe hiqet ajo vetëm pasi rregullohet. Por sot e kësaj dite po them, është sot e kësaj dite bravo, sot e kësaj dite ti nuk ke ato se si ti do vazhdosh më tej, se si do vazhdosh më tej. Mbanem ke kjo. Por problemi është që çfarë njerëzit shikojnë dhe e kemi thënë në emision, çfarë njerëzit shikojnë, çfarë njerëzit dëgjojnë, do ta marrin me vete, do t'ju japi depresion dhe do ta nxjerrin në për momente të tilla që janë vrasjet. Sepse unë nuk e di as në një studim apo jo se sa është depresive kjo shoqëri. Sepse unë kam idenë që shumë po t'i shohësh për shembull në rrjetet sociale ke një gjuhë rrjete të papar, që unë nuk e shoh për shembull unë që ndjek rrjetet italiane, nuk i di ato angleze, por rrjetet italiane që janë një popull që më i qetit e më nuk ka një gjuhë të tillë urrëtie siç do të thonë tallën, edhe ata tallën, politikanët tanë me gallata me njërin. Ne edhe emision, bravo, dhe emision, po të shikosh emisionet sepse ne prekëm pak, emisionet velia i korruptum, ne kemi çuar, kemi futur më ne. Domethënë një gjykim bastard, do nuk ma asjetik në Angli të paktën, dhe kur arrestohet diku quhet i dyshuar për. Ne kemi e qëmë vrasje direkt, nuk e dijem këto, dhe më e bukra është që emisionet... Sot Majani për shumë kishte bërë një akuzë, kishte thënë nxirë në kush ka dekonspiruar hetimin. Ka thënë për Lul Bashën sepse ja keni dhënë shtypit. S'keni gjë në dorë, kishte thënë Spaku, s'keni harritur të faktoni gjë dhe filloni ngrini gjyqet popullore
me turmat që bërtasin edhe krijojnë stresin, rinovojnë stres. Pikrisht kjo. Imagjino çdo shqiptar zgjohet në mëngjes, se si na kanë vjedhur politikanët, na kanë vjedhur. Dhe këta të ri që duan me ardh thonë sepse ata ju kanë vjedhur. Domethënë, e ke parasysh, ti je i ri në këtë kohë që po jetojmë dhe të futesh në sidomos si politikanë, do të futesh në politikë dhe thuash që unë jam ai që nuk do të vjedh, ky është turp, ma më kuptove, është mesjetë e gjallë si mendim. Dhe duke mos pas mendim dhe duke fry urrëties, ti tërëmisht do sjellësh depresion. Dhe po në emisionin tonë kam thënë shikoje se çfarë ka ndodhur. Domos se sa ilaçe po blen tani, dhe shikohen se si do vazhdojmë më pas. Latif Yilmaz, faleminderit, thotë, ju lutem shpresoj të vazhdoni me vite. Albana shqiptar thotë, tani të lutem, po Belinda, këtë nuk t'ishtë të them, është Belinda, po më thënë është ka që na katosur gjëja, ka një akuzë për tunelin e Llogaras. Po të paktën shqyqyr hera pa që dolëm një akuzë për... Po, jo se ka një problem aty, Aty e ka fituar firma e parë, cila është firma Gjoka. Të kuptoj. Paktën me sa di. Dhe firmës Gjoka i është hequr sepse dhe i është dhënë firmës së dytë që ishte një firmë turke. Se nuk dite me hap. Eksakt, po ti e thume të qeshun, po është vërtet, sepse Gjoka në rrugën e Dibrës kishte hasur urrit me kosto të mëdha, sepse tuneli doli pa parashikuar, sepse nuk kishin know-how, nuk kishin një kishte dalë për në Korçë, Jo, nuk ishte probleme. Gjithsesi nuk ishte aftësi për të hapur tunele. Dhe i thanë, do të heqim ty dhe do ta marri. Tani thonë ka korrupsion, sepse kjo firma turke, e cila ishte 10 milion whatever, jo sa e fusin këta me 50 milion, 60 milion. I tha, do marr prap Gjokën, po do t'i rri unë mbi kokë, do t'i tregoj unë se si bëhet puna. Dhe kjo ka qenë, thonë që jo, po pse edhe dytë, se dyta prap të parën mori, por me kosto. Domethënë ka një lloj spekulimi, prandaj nuk e di çfarë them në këtë pikë, a ka apo s'ka vërtet shkelje, duhet të kem dosjen hetimore, duhet të kem gjitha ato dhe pastaj nuk jam jurist që të jap, nuk e kam këtë vesë që të jap sentenca nëpër këtë. Por duhet fare dhe ana politike, sepse jemi duke folur për numrin 2 të qeverisë, tash ne e thamë këtu që një diçka duhet të sqaroj që pavarësisht se fola kështu për Velina apo fola kështu për X-in apo Y-in, në ka njeri që është kundër korrupsionit, ja ku është, po them, sepse unë nuk e quaj korrupsion nëse ti ke post drejtues në qeveri apo në Shqipëri dhe ti përvetëson parat e popullit. Ky për mua nuk quhet korrupsion, ka një emër tjetër, tradhti ndaj dheut. Pra jam më se i prerë për këtë problem. Por si mund të them, këto pushkët kështu që kërcasin kot, as nuk i duroj dot dhe as nuk jap dot sentenca për X-in apo për Y-in pa e provu prokuroria. Do ishte turp edhe a vërtetë. Nuk të ndihmonte në asgjë. Kështu që faleminderit edhe Andrew, është sozi 35 vjet e ka llafin për atë që tashmë është ngjallur Lugat. Kush e di? Kush e di bota e Lugatëve. Po është e bukur kjo, ma pëlqeu shumë kjo afrimi i këtyre. E di se janë afru këto, janë afru gjithë si thoshin, si miza në mut. Kesa liu tani se presin që ai vërtet nuk mund ta zgjasim më. Jo, sinqerisht, është serioze kjo. Pavarësisht se nuk e gjet. Çdo shef kuzhinë thotë shumë se bëu bukur këtë. Po, në temat politike të diskutojnë bukur dhe mu më pëlqen pavarësisht se shpesh nuk jam dakord, po edhe nuk dua të takon, se unë flas në panelet tjera ti nuk tukë. Këto janë nuk do të flasësh në tjera. Jo, janë mbledhur, po këtë pjesën e Saliu dhe qartë. Unë i qajtë gjithë fantazia. Jo, çano, është sepse janë mbledhur aty tani se e din që ky i ka ditë të numëruara. Domethënë, si kështu si ashtu i ka të numëruar. Një vit, 2 vjet, sa tashu, dhe duan të marrin PD-n dhe aty po bëhet një luftë e jashtëzakonshme, prandaj janë afru këto, aty të bëhet një luftë fantastike.
Dhe si duket, e shih sa interesante, vetëmi dënim që ka bo Spaku ose gjykata Tajrit, që unë di, është Salinjani. Salinjani do të morë PD-n, se thot, unë thot e kam edhe të faktume që bëj për këtë punë, bëj për PD-n. Po mirë, Salinjani nuk e futi Spakun. A se futi Spaku, e futi gjykata. Që pat mirë gjafë. Po jo e kam fjalën i vetmi që nga politikanët, i vetmi që unë mbaj mend, ndoshta mund të ketë të tjerë, është ky që ka hëngur tamam. Tjetër kanë hëngur për shpërndimin e tyre. Dhe ai i Kuksit. A ti më çaj gjë me shpërdorim të tyre? 3 vjet nuk e di. Çaneni. Jo. Të skrifte nën për këtë. Jo, për mendimin tim ishte shumë shpejt, më natur prove, se ishte ajo për 15 sekonda kryu punë gruaja. Talent. Gjithsesi, e vërteta është edhe një ky Lefter Koka po e bën burgun, këti po zgjadha akoma, mbajti 3 vjet. Ky s'del më ky. Nuk del mos e ky ka qenë mes LSI-s, ky s'del mos ja kanë notin. Po e bukur është, se sot mora vesh një informacion që këti ja ka futur meta. Po pra mirë, po karma is a bitch. Dhe Meta ka festuar 1 vjetori në Burg. 1 vjetori në Burg, po Meta sa i kanë zgjedhur, ja po marrim dhe Meta. Si gjë dhe Meta. Si kanë zgjedhur asgjë. Pse ka ble gruaja jote me kartë me njërin që ashtu që më thon të drejtën, Meta nuk e mbaj politikan të korruptuar. Po të më dënosh mua, se ka shkuar Rudina, ka blerë ndonjë gjë pa më thënë mua. Kjo është... Unë nuk di femër që nuk blen gjëra pa i treguar burrit. Nuk njoh në femër. Kjo është mos e vërtet. Unë merrem pa të them, e mbaj për nënën e korrupsionit në gjë. Shko më kave tamam që edhe ati që vinë në bas Metës t'i hyt drithma që... Po t'i hyt drithma në njënit, më këtu ne ka hyt drithma gjithë që nuk marrin, nuk merë do të më poste më burset, si që po e shofum të nëjnë kotë. Të dënojnë kotë, mëse nuk po, kur po të them të dënojnë kotë, është vërtet kotë më është kotë, nuk jep shpres ke njerëzit më vërtet. Kjo lloj drejtësie nuk jep shpres ke njerëzit, nuk po them unë mos e dëno kotë, mos e dëno. Unë nuk po them mos e dënoj për gjeja më i gjotë Tajrit, që dhe të napës dhe ne shpresë themi që drejtësia funksionon. Po jemi duke folur për 2 personazhe të cilat me thon drejtën nuk i kemi qef fare, po më as Veliena Smetën nuk është po të fjalë fare. Jo, unë për Velin kam të mendim, po ti dhe ti le Sali Berishën që i ka të faktura. Nga në thesht pa i s'ka vend, çdo ditë ka gjë. Më këtë vëdhe nuk e të në, pra nuk është se është, por unë e di se nga kjo, nga vje kjo, ne e dham, më këptove, ne e dham Amerikanëve me e bo drejtësin. E bën me plepat, e ndrinë. Po nuk din me ndërtu ato, me shkatru, po t'ishe në i gjo, për shemull, se na duhet në i gjo me këthym mrapsh, je jepi aty në ta qajnë. Po jo këtë se bëjnë do. Si thot Trump i Izraeli dhe ju dhamë beautiful bomb. Beautiful bomb, ja. A më kuptove? Funksiononin në... Ja, do më thënë, gjithë fjalimin parlamentin Izraelit ishte sa bombat bukra kishin, sa efektive ishin. Edhe ti tha, ty të lumsh dora, tha se i ke përdor të mënyrën më efikase të mundur, tha. Ikshin kalamojt për pjetë, tha që ti të lumpshin ato dur. Aze më kujtua kjo, për shumë, Bërtisa Zhelenski, një plak i plagosur, 2 kalamoj, në krahun tjetër, 2000 kalamoj për i dorë. Nuk kujtoj njeri. Se ekzistote më hospitali. Me gjithë lagjen nanash. Okej. Amajdo, besoj që do të vazhdojmë, si që në oronin e këta të vazhdojmë me live, sepse është i këtë diskutimi edhe. Akoma s'ka filluar të ndizët, sepse ne filluan bon, faktikisht, këtë sezon. Video tjera kemi fillu që është në shtator. Po, pak në është një e premte ndryshe edhe me së në dhe dy, po edhe me shikusit tanë. Ta mbyllim për sa? Apo kam e djepeng? Jo. Do të thonë që për sa? Jo. Okej. Natë në mirë.